Ardhjemi në politikë ishte pothuajse mbas një mendimi të gjatë dhe të pjekur, për arsye se nisi aktiviteti imi mjekësor, biznesmen, familjar, që i quaj aktivitetet të suksesshme në jetën time, mendova që erdhi dhe në një moment që në politikë duhet që të fillojmë dhe ne që i presupozohet që jemi biznesmenë të cilën kemi ngritur staturën tonë, të krijojmë dhe një staturë politike. Pra, neve të fillojmë të ndikojmë mbi jetën politike dhe parlamentare të vendit tonë. Për arsye se deri më sot e kemi kuadratuar parlamentin me disa profesione të cilat s'kishin lidhje me biznesin. Po siç e shikoni trendi i kohës, duke filluar nga Amerika, po dhe në shumë të tjera ka ndryshuar dhe duhet që biznesi të jetë ai që duhet të kontribuojë në politikën kombëtare, sociale apo politikën ekonomike të çdo vendi. Ishte një mendim i gjatë në kohë. Ishte një mendim i gjatë në kohë, se nga momenti që u hodhi ideja për të qenë pjesë e parlamentit, kanë kaluar disa muaj, sepse bëhet fjalë për nga muaji gusht në të cilën u hodh kjo ide, dhe derisa u mor vendimin në muajin mars, kanë kaluar 7-8 muaj.